Për nesër vërtet është një lojë për neve për Ferizajasit, një finale shumë e madhe. Kjo është hera e tretë si klub Ferizajas që garon që nga fillimet e tij, është hera e tretë që arrin në finalen e Kupës Kosovës, ku siç dihet dy herë të tjera ka dështuar, ndërsa nesër e kemi herën e tretë, po mendojmë që do të jetë e treta dhe e vërteta. Jemi përgatitur maksimalisht, edhe pse siç e dini kemi pas disa probleme gjatë kampionatit, mirë po kemi punuar në atë drejtim që ekipi, grupi lojtarëve të jetë sa më në nivelin e duhur për nesër për ndeshjen e mramjes që do të zhvillohet në Fadil Vokri në orën 20. Një obligim shtesë ka ndaj vetë fanelës edhe klubit për shumë arsye që s'kemi mujt gjatë kampionatit të arrijmë. Janë zëtuar që do ta japin maksimumin nga vetja dhe është fatmirësisht mirë, thash që janë gjithë komplet, mirë po qëndrojnë edhe mirë edhe psikikisht, po edhe fizikisht e thash më herët, kështu që janë shumë përgatitur dhe mendoj që po presin nesër për ndeshjen me Dugaxhinin. Cilësia është në anën tonë, edhe besoj që me cilësi që i kemi, ne do t'ja arrijmë qëllimin, mirë po prapë se prapë po them, Dugaxhini ka një ekip shumë të mirë, e cila e bën një lojë të shpejtë dhe shënon gola. Kështu që ne mendoj që do të jemi të kujdesshëm në atë pjesë, edhe stafi trajnerëve është të punuar në drejtim, do të jenë shumë të kujdesshëm që të mos marrim gol, sidomos në pjesën e parë për ne që në partë. Po ne momentalisht jemi përqendruar për këtë ndeshje, e dim se finalja e Kupës është çdo skuadër ka dëshirë që të jetë në finale për arsye se dihet fituesi i Kupës siguron edhe dalën në Evropë. Kështu që ne jemi përqendruar këtë ndeshje, jemi përgatitur maksimalisht, sidomos javën e fundit jemi koncentruar vetëm në këtë ndeshje dhe jemi përgatitur maksimalisht. Kjo është një ndeshje historike sidomos për klubin tonë. Atmosfera është maksimalisht e mirë, jemi të disponueshëm për këtë ndeshje dhe të shpallim histori. I bëj thirrjeve të vëllezërve që të vinë sa më shumë nesër të na përkrajnë, nuk do të zhgënjejmë edhe besoj që do të dalim në fund bashkë me ta.